Drejtori Osmani, një fitore e rëndësishme sot përballë me rivali direkt si Dinamo, si ndjeni? Shiko, normalisht është gjë e mirë kur arrin të fitojë skuadra, ka shumë gjëra të mira. Normalisht siç është edhe humbja që ka gjëra të këqija, po mendoj që kemi arritur një nga objektivat që është vënë që në fillim, siç ka qenë pjesëmarrja që ne të jemi në Final Four. Kjo është më e rëndësishme. Por kam dalë këtu sepse siç e dini ju, unë respektoj çdo njeri. Dhe normalisht kam respektuar edhe mediat në Shkodër, pa përjashtim kushdo që më ka marrë në telefon, por nuk më pëlqen që të puna që unë bëj, unë nuk në momentin që jam vendosur drejtor nuk kam qef as t'jap intervista, as dal para televizioneve. Puna ime tregon gjithçka. Në momentin që unë s'bëj mirë, unë di ta marr çantën dhe nuk. Jam sot tu para jush, sepse fola dhe pak me zotrin Qinari, kishte bërë një shkrim të Panorama, gjë të cilin nuk më pëlqevi dhe më duket domethënë e pa vend. Pse? Një ekip që është ndërtuar, unë jam këtu para, është ndërtuar duke më dhënë lekët presidentit dhe unë kam ndërtuar një ekip. Një ekip është sot brenda objektivit në Final Four, gjysmë finale të kupës. Më thoni ju, çfarë duhet të bëjë një drejtor sportiv tjetër për ndërtuar një skuadër. Në rast se duhet diçka më tepër, unë e pranoj dhe nuk më duket normale që nga lojtarët e afruar aktivizohen vetëm 2. Sot shembulli i mirë ka qenë Repaj, edhe ndeshjen Ballç. Mund të nuk e di, unë po them që lojtarët emergjencë, shiko, një ekip formohet sepse shumë jo. Unë e lexoj. Ti e ke dhënë shkrimin. Unë them vetëm kaq. Shiko pak. Jo, ti jemi shumë. Jo. Shiko, jo, nuk. Jo. Shiko. Po ta bësh drejtorin sportiv i bie do bësh me 4 punë. Unë nuk bëj 4 punë. Unë nuk jam as kameraman, nuk punoj as call center, nuk jam as gazetar. Në djenin time më duket se nga këto 3-2 i ketë sigurta. Të lutem shumë, në rast se keni diçka, më godisni me fakte. Jo pa fakte, unë pranoj çdo gjë. Faleminderit edhe një herë. Ta përfundojmë atë. Po. Ti the që je i kënaqur me paktën me renditjen deri tani. Po je i kënaqur me lojën që është? Jo, nuk shiko më. Unë thash me renditjen. Më bëre një pyetje dhe unë nuk e përmenda lojën. Po zave pyetjen e dytë. Po pyetje, je i kënaqur me lojën. Po më pyeti, okay. Po i kënaqur me lojën me rezultatet nga janari pas? Në punën që unë bëj, unë e kam përmendur, unë edhe të dalë kampion nuk jam i kënaqur, do shikoj gabimet që kemi bërë gjatë rrugës. Normalisht si loja shumë gjëra ka që të lenë që ne duhet të bëjmë një analizë, duhet të shikojmë. Por nuk është e lehtë. Kuptoni, nuk është e lehtë. Edhe diçka të fundit, do të jetë Osmani në të ardhmen si drejtori i Vllaznisë, cila do të jetë ardhmja e tij? Shiko, mua më mbaron kontrata dhe unë normalisht kudo ku kam qenë si futbollist, por edhe si drejtor sportiv, nuk është se më mban kontrata. E thash edhe më përpara, në momentin që nuk e bëj punën mirë, marr çantën edhe ik sepse është një qytet, është një qytet që merr vesh nga sporti dhe nuk të le që ti të bësh gabime shumë.